bo një pyetje, kush mendoni që duhet me qenë presidenti i Kosovës? Bekim Jashari, Vjosa Osmani apo Ramush Haradinaj? Po, kush te preferuj, kush ka qef tash. Po kon mendoni që është më i miri për vendin? Vallai për momentin Vjosa Osmani. Asnjë tjetër. Po, asnjë. Faleminderit. Kush mendoni që mund të jetë presidenti i Kosovës? Bekim Jashari, Ramush Haradinaj apo Vjosa Osmani? Vjosa Osmani. Do me thonë, qëndroni prap me Vjosën e jo me Bekim Jasharin ose me ia dhënë mundësinë zotit Haradinaj? Pa m'ja dhënë atine, po jo sa kam i marrë atë. Kush mendoni që duhet jetë presidenti i Kosovës? Ramush Haradinaj, Bekim Jashari apo Vjosa Osmani? Vjosa patjetër. Faleminderit. Asnjëri për këtë me preve. E cili mendon që duhet? Ka njerëz më të mirë. Ndonjë emër nuk e ke specifik që ndoshta e kish bërë punën si duhet? Jo, emër s'ka me gjithë se ka shumë të tjerë më të mirë. Po, nuk je i kënaqur me punën e Vjosa Osmanit? Jo. S'ka po puzi. Pa ja, që ditën herën e kaluar kur dilte jashtë edhe të rrezi folte për Kosovën, si ka hije një funksionar kosovar me fol ashtu për shtetin e vet. Ka 3 emra po sillen. Asnjë emër. Nuk je i kënaqur me punën e Vjosës? Jo. Kush mendoni atëherë që ndoshta një emër që ja vlen të bëhet president? Ashtu më thashin që. Nëse kthehet. Po s'kemi afat, edhe 8 ditë duhet patjetër, në të kundërtën shkojmë në zgjedhje. Ma mirë zë. Kush mendoni që duhet jetë presidenti i Kosovës? Vjosa Osmani, Ramush Haradinaj apo Bekim Jashari? Vjosa Osmani. Do me thonë je shumë e kënaqur me punën e saj. 100%. Nuk besoj që i ofrohet kush. Kush mendoni që duhet jetë presidenti i Kosovës? Vjosa Osmani, Bekim Jashari apo Ramush Haradinaj? Cili punon për shtetin është më e mira më bo president. Nuk caktoj me emna, veç letë punojnë për shtetin. Ne të na ofrojnë me ato shtetet që na kanë ndihmu. Jo me largu, po me na ofru. Me di që ekziston Kosova, po që me ndihmën e tyre na jena shliru. Faleminderit shumë. Kaloni mirë.